Çfarë ndodh me trupin ton kur frymë gishtin e madh? Trupi ynë është i çuditshëm, kur një kyç e dhem një problem tjetër zgjidhet me magji dhe anasjelltas. Pra, nëse keni dhimbje të fytit, hundës, të mbytur ose disa nga këto probleme të përditshme, këto truke mund t'ju ndihmojnë. Duke shtypur disa pika specifike, duke mbajtur mendjen të zënë me taktika të tjera të dobishme, trupi mund të kapërcejë edhe këto probleme, dhimbjet dhe ankthi i lodhshëm. Për të qetësuar nervat, kur ndjeni të stresuar dhe nuk dini si të relaksoheni, hidhni pak ujë të ftohtë në fytyrë. Kombinim do ju ndihmojë që t'jeni më të qetë. Një ide është gjithashtu përpiquni të shpërqendroni veten në mënyrë që të lehtësoni edhe plagët që keni marrë. Në rast se jeni aksidentuar, mos e mbani mendjen te plaga, por shpërqendroni veten derisa të shkoni tek mjeku. Zvogëloni shanset për djegje. Në vend që të shtrydhni me një rakull, provoni të shtrydhni butësisht zonën e djegur me majrat e gishtave. Zhdukja e një dhimbje dhëmbi. Nëse keni dhimbje të ndjeshme, ky truk mund t'ju ndihmojë. Kur të filloni të ndjeni dhimbje, vendosni një tubakull në anën e pasme të dorës dhe e mbani pranë dhëmbit. Gjithashtu, mund të largoni menjëherë migrenën edhe duke lehtësuar shëndetin tuaj. Nëse jeni në ankth, fryni gishtin, pasi kjo do ju ndihmojë që të qetësoheni.